Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojemi në kanalin tonë Rrëfi me Jete. Në fakt që ditën e djeshme kur kemi raportuar për zjarrin në Krujë dhe për gjendjen të tmerrshme, për gjendjen apoliptike që e kaploi qytetin e Krujës, kanë qenë të shumta letrat edhe mesazhet që kanë britur në redaksin time nga zonja të ndryshme që shkruanin për tmerrin të cilin e përjetonin dhe për atë katastrofë të madhe që sytë e tyre e pan. Unë dua të ndaj një nga ato letra që në fakt është një letër shumë e dhimbshme, është një letër goxha e tmerrshme që ka të bëjë pikërisht me këtë ngjarje. Mbrëm, Kruja nuk dukej më si Kruja që ne e njohim. Mbrëm, nuk dëgjohej qetësia e natës, por dëgjohej qetësia e frikës. Duhet thënë se krutanët kanë lënë të gjithë shtëpitë e tyre dhe janë larguar nga qyteti i Krujës, vetëm e vetëm që të shpëtojnë veten, por me zemër të thyer, një tmerr që nuk përshkruhet. Dëgjohej era, dëgjohej zjarri, dhe mbi të gjitha dëgjoheshin lutjet e njerëzve. Unë jam një grua nga Kruja dhe po e shkruaj këtë email me duar që ende mua më dridhen, por dua t'i tregoj shqiptarëve se çfarë ne mbrëm kaluam. Nuk e di si ta shpjegoj atë që ne e pam mbrëm. Nuk e di si mund t'ja tregosh dikujt tmerrin kur flakët ishe jo më larg se mali, por në të vërtet pranë shtëpisë tënde. Kur hap dritaren dhe në vend të ajrit të natës të vjen tymi, kur shikon qiellin krejtësisht të kuq, kur sheh flakët duke zbritur nga mali dhe e pyet veten, a do të arri deri tek shtëpia ime? Mbrëm, në të vërtet për ne, kjo nuk ishte më pyetje. Ishte frika më e madhe që ne e kishim. Zjarri u përhap më njëherë dhe gjithçka dukej sikur po ndodhte shumë shpejt. Dhe unë me të vërtet edhe sot që po shkruaj, ende nuk e kuptoj se çfarë ndodhi. Si u rit kaq shumë ky zjarr? Si arritëm nga një vatër zjarri në një pamje ku flakët dukeshin sikur po e hanin malin krejtësisht? Si mund të shikosh një mal të tërë duke u përfshirë nga flakët edhe të ndihesh kaq i pafuqishëm? Ne jemi njerëz të zakonshëm, kemi shtëpitë tona, kemi fëmijët tanë, kemi prindër, kemi kafshë, kemi kujtime brenda atyre mureve. Dhe kur zjarri afroheshte, nuk mendon më për asnjë gjë tjetër. Mendon vetëm, o Zot, na shpëto. Mbrëm, zjarri ishte aq pranë sa ndjem frikën edhe brenda shtëpive. Dritaret ishin aty, por pas tyre nuk kishte më qetësi, kishte flak, kishte tym, kishte një qiell sikur ishte kthyer në një ferë të papar. Dhe turpi më i madh është kur sot dëgjoj njerëz që thonë, pse nuk ndihmuan, pse nuk hyn, pse nuk u afruan më shumë. Unë nuk dua ta akuzoj askënd pa ditur të vërtetën.
Nuk dua të them diçka që nuk kam parë me sytë e mi, por dua të them atë që ne ndjem. Ne kishim frikë, ne ndonim ndihmën, edhe ndihmën e kishim. Zjarfikset e shkret në për zjarin e kishin në fytyrë. Nuk dinin më se çfarë të bënin. Aq ishte mundësia e tyre. Ka ndenjur deri në orën 6 të mëngjesit, vetëm për të na shpëtuar ne. Donim të shihnim më shumë njerëz, më shumë jetë, po kjo është. Ato të shkretët me tmerr e kanë kaluar gjitha atë natë. Rrezikonin. Kur flaka është larg, duket sikur ke kohë, por ato u munduan që të shpëtonin shtëpitë dhe e kanë mbajtur situatën në kontroll, edhe pse në shumicën e rasteve u dilte jashtë kontrolle. Por kur flaka zbret nga mali, koha nuk ekziston më. Atëherë çdo minutë është jetë. Çdo minutë është shtëpi. Çdo minutë është një familje që pret të shpëtoj. Dhe dua të them diçka, mos i fajsoni me njëherë zjarfiksit. Mos harroni se edhe ato janë njerëz. Edhe ata futen aty ku ne kemi frikë të afrohemi. Edhe ata rrezikojnë jetën. Por pyetja që duhet bërë është, a kemi mjetet të duhura? A kemi kapacitetet e duhura? A jemi të përgatitur për një zjarr që zbret nga mali drejt shtëpive? Sepse nuk mund të presim që një zjarr të bëhet katastrofë dhe pastaj të fillojmë të pyesim se çfarë duhej bërë. Duhet të mendojmë më herët, duhet të pastrojmë zonat, duhet të kërkojmë rrugë emergjence, duhet të kemi mjete, duhet të kemi plane, duhet të kemi njerëz të trajnuar, sepse Kruja nuk është vetëm një qytet. Kruja është shtëpi e mirë e njerëzve, është historia jonë, është mali, është toka jonë dhe është vendi ku njerëzit kanë lindur, janë rritur dhe kanë ndërtuar jetën e tyre. Dhe kur shikon flakët duke ju afruar shtëpive, nuk sheh vetëm një zjarr, sheh mundin e një jete që mund të zhduket për pak para minuta. Një shtëpi nuk është vetëm tulla dhe beton. Brenda janë shtëpi, janë fotografi, janë dokumente, janë rroba fëmijësh, janë kujtimet e prindërve, janë gjërat që nuk blihen dot me para. Dhe mbrëm, shumë njerëz ndoshta menduan, po sikur të humbasim gjithçka. A e dini çfarë do të thotë të rish në oborin e shtëpisë dhe të shikosh qiellin të ndriçojë nga flakët? A e dini çfarë do të thotë të dëgjosh njerëzit duke thirrur njëri tjetrin? A e dini çfarë do të thotë të marrësh fëmijën për dorë dhe të mos dish nëse duhet largohesh apo të qëndrosh? Kjo është frikë, dhe është frikë e vërtet. Dhe ndoshta ata që e pan nga larg nuk mund ta kuptojnë, sepse nga larg një zjarr është një pamje, nga afër është tmerr, është nxehtësi, është tym, është zhurmë. Ti ndihmojmë Krujes dhe ta mbështesim Krujan të gjithë. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete për të ndarë letrën të radhës. Letra e sotme është një letër vërtet e dhimbshme, është një letër goxha e sikletshme që një nën e ka shkruar kundër drejtnuses së saj. Por në momentin që ju do të dëgjoni rrëfimin se çfarë ka kaluar kjo nën dhe pse është kaq shumë falënderuese ndaj nuses së saj, më besoni që do të habiteni nga ajo shkrim dhe nga ajo dhimbje që në fakt kjo nën po përjeton në këtë letër. Kjo nuse ka bërë një vepër që rrallë në fakt e bëjnë ditët e sotme. Bia ime, nusja e djalit tim. Sot po ta them këtë letër me zemrën në dorë. Nuk e di nëse fjalët që do të them mund ta shprehin atë që kam në shpirt, sepse realisht ka disa dhimbje që nuk tregohen dot me fjalë dhe ka disa mirënjohje që janë aq të mëdha sa që edhe një jetë e tërë nuk mjafton për t'i thënë këto gjëra. Ti hyre në shtëpinë time si
nusja e djalit tim. Por sot, pas gjithë atyre viteve, nuk të shoh më vetëm si nusen e djalit tim, por të shoh si vajzën time, si dhuratën më të çmuar. Dhe këtë gjë nuk po ta them sepse djali im nuk është më këtu mes nesh. Po ta them sepse ti ma ke treguar me vepra, me durim, me sakrificë dhe me dashurinë që ke pasur për këtë familje. Kur djali im iku nga kjo botë, një pjesë e zemrës sime u varos bashkë me të. Nuk ka dhimbje më të madhe për një nën se sa realisht të humbas fëmijën e saj. Të zgjohesh në mëngjes dhe për një çast të mendosh se ai është aty, pastaj të kujtohet se nuk do ta dëgjosh më zërin e tij, nuk do ta shohësh më duke hyrë nga dera, nuk do ta dëgjosh më duke thënë nën. Por me sa asaj dhimbjeje të madhe, ishe ti. Ti qëndrove, ti nuk e mbylle derën dhe ti nuk ike. Ti nuk the kur tani që ai nuk është më, kjo shtëpi realisht nuk është e imja. Jo, ti qëndrove bina atë shtëpi. Qëndrove aty ku dikur ai kishte qeshur, ai kishte folur dhe kishte ëndërruar. Qëndrove aty mes kujtimeve të tij dhe unë e di sa vështirë ka qenë për ty. Sepse ti në thelb nuk e humbe vetëm burin tënd. Ti humbe njeriun me të cilin kishe ndërtuar jetën, njeriun me të cilin ti realisht kishe plane, ëndra dhe një të ardhme. Dhe ndërsa ti po përjetoje dhimbjen tënde, kishe edhe një jetë tjetër që në të vërtet po rinte brenda teje. Vajzën e ti. Vajzën që ai nuk pati mundësi ta mbajë në krah. Vajzën që erdhi në këtë botë me një pjesë të tij në të. Dhe ndoshta Zoti, në mes të dhimbjes son, na la një dhuratë. Na la një vajzë. Një fëmijë që sot sa herë që e shoh, më duket sikur shoh pak nga djali im. Shikoj sytë e saj dhe kërkoj tek ata sytë e tij. Shikoj buzëqeshjen e saj dhe më duket sikur ai në thelb po më buzëqesh përsëri. E përqafoj atë dhe më duket sikur po përqafoj një pjesë të djalit tim që mua realisht më ka mbetur. Por dua të të them diçka, bija ime. Ajo vajzë nuk është vetëm besa ime. Ajo është edhe forca jote. Sepse ti ke kaluar në për një dhimbje që vetëm një nën realisht mund ta kuptoj. Ti ke lindur një vajzë pa praninë e babait të saj. Ke qarë netët kur askush në të vërtet nuk të ka parë.
Ke buzëqeshur përpara vajzës kur ndoshta zemra të është të coptuar. Ke qenë nënë dhe baba në shumë momente. Ke mbajtur mbi supe një barë që nuk ka qenë kur e lehtë. Dhe megjithatë, ti ke qëndruar. Prandaj sot unë dua të them nga zemra, faleminderit. Faleminderit që nuk dole nga dera e kësaj shtëpie. Faleminderit që nuk e harove djalin tim. Faleminderit që nuk e harove familjen e ti. Faleminderit që i dhe vajzës së ti dashurin të cilën e meritonte. Faleminderit çdo ditë e rit me dashuri. Faleminderit që edhe pse vet ishe e thyer nga dhimbja, gjete forcën të bëhesh e fortë për të. Faleminderit që zgjodhe të qëndrosh. Ndoshta dikush mund të mendoj se të qëndrosh në atë shtëpi ishte diçka e zakonshme, por unë e di që në të vërtet nuk ishte. Sepse çdo cep i asaj shtëpie të kujtonte atë. Çdo dhomë kishte kujtimet e tij. Çdo mëngjes mund të kujtonte mungesën e tij. Edhe ti prap zgjodhe të hapje syt çdo ditë edhe të vazhdoje për veten, për vajzën edhe për kujtimin e tij. Të dua fort nëna jote e dytë.